recet. Le të kalojmë, e kam rregull. Një merremi me recetën e parë, ose përgatitjen e parë që ne sollëm. E prem qumshtin me limon, uthull gjithashtu, pak krip për të përgatitur gjizën në kushtet e shtëpisë. E largoj sepse nuk më duhet që ta lëviz. Dhe çfarë do të bëjmë me të? Dhe marr masën e gjizës. Faktikisht duhet e madhja, faktikisht, kjo është e vogël. Duhet blenderi i madh. Po bëjmë një pak ne, bëjmë një sasi të vogël. Po bëj pak. Sa për ne të dyja bëjmë. Me dhe për vete. Hajde gjuat, sa për ne të dyja tha. Aroj shoqërinë Po e tha, pse u dëgjua kjo, e thash me zëturë. Jo, mi. Atëherë do ta ndërtojmë, do ta aromatizojmë gjizën, do t'i shtojmë çik majdanos. Çfarë shtojmë tjetër? Tu është, mendova se është gjalpi. Le të marr një kubik gjalpi, një sekond, diku këtu. Po. Tani nga përgatitja e gjizës, kalojmë në gjizë të ndërtuar të aromatizuar. Kemi shtuar kripën e ham duke të, se ja shtuam në tek qumshi, po ta provojmë nëse do më tepër. E largoj pak sa më njanë, që mos i ngatëroj. Më duhet për ta ndihmuar në përzierje. Hirë. T'i japë nxehtësinë dhe e kaloj. E kam mbyllur mirë, pas pasysh se mirë e kam mbyllur në rregull. Po të duhet pak hirë. Akoma se kam marrë pjesën, tani. Se e bën si krem gjalpi. Po. Dhe me këtë krem do të lyejmë bukën apo do të përgatisim një formë gjize aromatizuar, kështu do ta quajmë këtë recet? Po të duam. Një sekond, sepse unë dua ta deri në fund ta çoj këndshëm, pa pasur asnjë pjesë. Tjetë si krem më shumë. Po. Ne zgjodhëm majdanozin nga bimët aromatike për të aromatizuar dhe për t'i dhënë shije. Më jep edhe një ta vendosëm këtë. Kam të pastër. Pra, edhe ju kur ta përgatisni aty në moment, nëse doni që të bëni këtë specat me gjizë, mund ta mbani ashtu. Pastaj, nëse doni ta çoni në një tjetër nivel, mund të merrni mund t'i shtoni. Edhe jeni në rregull, buk me vaj ulliri, me gjizë, me bimë aromatike. Do dhe xhani pak bukë se duan. Ja. Ne shtuam pra një kubik gjalp, djes dhe majdanos nga bimët aromatike. Pak hirë që të ndihmoj në përpunimin e masës. Dhe ja ku e kemi. E gjitha e përgatitur në kushtet e shtëpisë, në kushtet e kuzhinës tuaj. Beso dhe kontrollo? Të qëndroj kështu dhe ne pse jo. Do pak të shfarë krip. Po ja shtojmë dhe kripën. Pas pak do të rikthehemi përsëri. Ja një gotë hirë, një bukë me këtë kremin e gjizës që përgatitëm. Dhe pas pak do të shkëputemi sërish për publicitet, një reklamat, do të rikthehemi për të përgatitur speca. Dhe të specat më shkoj kjo kremi për shumë. Për ca speca, po. Shpejtë një bukë, një kilëshët madhe. Do t'i ngjyejmë. Rikthehemi pas publicitetit, vim sërish me recetën e specave. Qa dushtimi se më? Bukën e ke për gjizën. Po, me po, të shi... Dhe si në shtëpi, një fetë të tillë, një gjysmë fete, për mëngjeset, ua, në thash do më jep të më... Ja, është kjo, prit. Ato të pare në bëra se më dritësh dora. Tani kjo e dyta ja mora dorën.
si që janë këto specat e skuqura, mund t'i Urdhëro. përdorim për t'i mbushur edhe. Ja, shikon, këtu nuk mund rodh dora.